Ndonjëherë humbasin veten duke ndjekur ëndrrën e asaj që ende nuk jemi. Me sy të ngulur përpara, harrojmë të marrim frymë në të tashmen. Zemra nuk rret drejt. Ajo ngrihet dhe ulet, si ditët tona, si shpresa që lëkundet, por nuk shuhet. Nëse sot ndihesh i thyer, nëse jeta të duket e padrejtë, kujto këtë vërtet. Asgjë nuk mbetet përgjithmonë në rënje. Do të ngrihesh përsëri, do të bëhet më mirë, gjithmonë. Ky ritual të udhëheq përmes mirënjohjes, të çliron nga e kaluara dhe të ndihmon të manifestosh ëndrat tua. Përshëndetje miq të mi dhe mirë se erdhët. Sot kam krijuar një atmosferë të rehatshme, kam përgatitur një çaj të ngrohtë, kam ndezur një qeri dhe ditarin ose journal është gjithmonë i hapur të dëgjoj se çfarë mbajmë në vetvete. Të urojmë mirëseardhje në këtë udhëtim të veçantë. Sot nuk do të kërkojmë të bëjmë diçka tjetër, por do të kujtojmë se kush jemi vërtet. Ti je këtu për të ngritur, jo duke ndërmarrë ndonjë veprim, por thjesht duke qenë, duke marrë frymë, duke lejuar veten të ekzistojë pa peshë. Që një pozicion të rehatshëm, mbyll syt me butësi dhe vendos njërin dorë mbi zemër dhe tjetrën mbi bark. Merr frymë thellë dhe nxirre ngadalë. Ndjeje se si bota qetësohet ndërsa ti kthehesh tek vetja jote. Fryma jote është si një valë e butë që të mban të mbështjell pa zhurmë. Me çdo frymarrje, zemra jote hapet si një dritare. Me çdo frymë që nxjerr, ti lë të lirë. Çdo gjë që nuk të nevojitet më, pa përpjekje, pa frikë. Në këtë ritëm të qetë, thuaj nën vete: unë jam këtu, unë jam mjaftueshëm, unë jam gjithçka çfarë më nevojitet. Përfituro sikur viti që kaloi pushon në duart e tua si një libër i çmuar, i mbushur me tregimet e jetës. Shfleto faqet me butësi. Cilat çaste të bëjnë zemrën të buzëqesh? Cilat takime të prekin thellë paqen e nevojshme për fjalë? Merr frymë, mirënjohje dhe nxjerr ngadalë frymë dhe lër të lirë çdo gjë që s'të nevojitet. Thuaj lehtë në heshtje: unë nderoj gjithçka që ky vit më dhuroi. Tani fillo të përkëdhelësh çdo pjesë të trupit tënd me duart e tua. Dhuroj vëmendje çdo milimetri, sikur po e takon për herë të parë. Lëri duart të lëvizin në mënyrë intuitive, të dëgjojnë, të prekin pa gjykim, të përkëdhelin me praninë e tyre të plotë. Takoje trupin tënd me mirënjohje, sepse ai të ka mbajtur në këtë jetë, të ka mbartur përmes ditëve të lehta dhe ndoshta netëve të rënda. Falenderoje për forcën e tij, për qëndrueshmërinë, për çdo hap që ka hedhur dhe kur ti ishe i lodhur, dhe kur nuk e dije ku po shkoje. Sa shumë ka mbajtur mbi vete, sa shumë ka përballuar në heshtje, sa pesh ka ndjerë e megjithatë ka vazhduar të qëndrojë.
sa herë ka duruar, ka shëruar, ka ecur përpara, dhe kur ti ishe e lodhur, dhe kur ti ishe e rënduar, e lënduar. Nderoje për gjithçka që ka kapërcyer, për forcën e tij të qetë, për besnikërinë me të cilën të ka mbajtur gjithmonë. Tani fillo ti tundësh e shkundërshtuar krejt lirshëm, pa forcë, pa nxitim. Lëri të lëvizin vetë, ndoshta fillo të trokasësh krarorin në mënyrë somatike. Shkundja e lehtë e duarve është shumë e shëndetshme për sistemin nervor, sepse i jep trurit një sinjal sigurie. Ajo ndihmon që tensioni i mbledhur të largohet, që energjia e ngecur të fillojë të rrjedhë sërish. Në nivel shpirtëror, kjo lëvizje thjesht të ndihmon të lëshosh atë që nuk të shërben më. Stresin, ngarkesën, emocionet e mbajtura për brenda. Trupi kujton se është i gjallë, se mund të lëviz, se nuk ka nevojë të qëndrojë i ngurt për të mbrojtur. Unë kam pranë meje Palo Santo, një copës e vogël druri, por që mban brenda kujtesën e tokës dhe të kohës. Palo Santo është dhuratë e natyrës, një dru i shenjtë që prej shekujsh është përdorur për pastrim, qetësim dhe rikthim në ekuilibër. Nëse nuk e Palo Santo, imagjino sikur mban në dorë një copë druri, një dru i ngrohtë, i gjallë, që ka qëndruar në ndjell, shi dhe erë, ndjeje në pëllëmbët e duarve. Imagjino se si ky dru thith ngadalë të gjithë energjinë e rëndë, mendimet që të lodhin, emocionet që nuk janë më të tuat. Si një mik i heshtur, ai i merr me vete pa gjykim, pa pyetje. Me çdo frymarrje, truri bëhet i lehtë dhe ti gjithashtu. Hapësira brenda teje pastrohet si ajri pas shiut. Mbaje për një çast dhe lejo veten të ndjesh. Ajo që nuk të shërben më, mund të largohet. Nëse dëshiron, komento Palo Santo dhe unë të të dhuroj një të tillë me kënaqësi. Nëse dëshiron, pi pak çaj, ndjeje aromën e ngrohtë që ngrihet lehtë. Lejoje ngrohtësinë të të mbështjellë dhe të sjellë qetësi brenda teje. Tani bëu gati të hapësh duart krah gjerë dhe me nxjerrje të frymës përqafo veten. Jepi vetes atë dashuri që shpesh pret ta marrësh nga të tjerët. Me nxjerrje fryme, përqafo veten, baje fort me butësi. Sikur ti thuash vetes, nëse të but, unë jam këtu, unë të mbaj, dhe lejoj të ndjej ndoshta edhe dobësi. Dhe një herë hapi krah gjerë dhe përqafoje veten për herë të fundit. Tani hapi sytë dhe merr bllokun, ditarin ose journal, mund ta quash si të duash. Shkruaj lirshëm dhe sinqerisht. Për çfarë ndje më së shumti mirënjohës këtë vit? Ku u përpoqja të përshtatesha edhe kur zemra ime thoshte jo.
veten time për të përshtatur me mendimet e të tjerëve. Çfarë mund të lë sot të lirë që të zgjohem e plot dhe të jetoj potencialin tim të vërtet? Tani lëre bllokun në qoshe dhe fillo të ndjesh pak. Vëre dorën në zemër, mbylli syt. Përfituro sikur mban një çelës të artë në dorë. Ky çelës hap çdo derë që vetë ti e ke mbyllur për veten. Merr frymë thellë dhe me frymën që del, hapi ato dyer. Lër pas çdo model të vjetër, çdo dyshim, çdo përshtatje që të ka ngurtësuar. Thuaj brenda vetes, unë jam e lirë, unë jam mjaftueshëm, unë jam gjithçka që më duhet. Tani ngri krahët lart dhe bashkoj duart përpara zemrës. Dhe një herë ngri duart lart dhe bashkoj përsëri, drejtoj drejt zemrës. Tani marrim përsëri bllokun dhe shkruajmë qëllimet që i kemi vënë vetes për të realizuar në vitin që vjen. Jo nga sforcimi, jo nga ndjenja se duhet të bësh diçka, por nga qetësia e të qenurit, me lehtësi. Si do të dukej jeta jote nëse nuk do të ulje vlerën tënde? Cila vajzë, grua je ti nëse rikujton kush je vërtet? Çfarë energjie do të mbash me vete në vitin e ri?
që të udhëheq, të mbush dhe të lejoj të shëndrisësh. Lejo që përgjigjet të lindin natyrshëm dhe çdo hap i yti të jetë i lehtë, i lirë dhe i vërtet. Dhe nëse je gati, lëre bllokun më njanë dhe ja përsëri në qetësi me dorën në zemër. Fokusi ynë shpesh drejtohet tek qëllimet, por nuk duhet të harrojmë të jemi të gjallë, të ndjejmë çdo frymarrje. Këto qëllime nuk ekzistojnë për të na ndryshuar, sepse ne xha jemi të plotë, ne jemi mjaftueshëm. Merr një glëng çaji, ndjej grotsinë e tij dhe përgatitu të ulesh drejt. Këmbët janë të përkullura, tani përkull pjesën e sipërme të trupit drejt këmbëve. Qëndro për një moment dhe mendo për qëllimet që i ke vënë vetes për vitin tjetër. Këto qëllime nuk na bëjnë më të mirë. Ne i ftojmë këto qëllime për të provuar veten, për të përjetuar jetën plotësisht me të gjitha ngjyrat, për të zbuluar, për të mësuar, për të rritur. Tani, kështu siç je, merri thembrat e këmbëve dhe bashkoj dhe lëri gjunjët të hapen butësisht drejt jashtë trupit dhe ule pjesën e sipërme të trupit, përkullu në drejtimin e këmbëve. Qëndro për një moment në heshtje. Tani e ja përsëri në pozicionin këmbëkryq dhe qëndro pak në heshtje dhe ndjeje pak trupin. Tani merre bllokun dhe shëno qëllimet që i ke vënë vetes për vitin e ri. Tani, nëse e gati, lëre bllokun më njanë dhe ndjej mirënjohje. Ndjej mirënjohje për këtë version të ndin që e ke bërë pjesë të ndën. Mirënjohje për jetën tënde, për bollëkun që ke për brenda. Mirënjohje që je këtu dhe ke mundësinë të krijosh këtë jetë. Mirënjohje për çdo hap që ke hedhur, për çdo mësim që ke marrë, për çdo çast që të ka formuar. Mirënjohje për jetën që të është dhënë, për mundësinë të zgjedhësh dhe të krijosh. Mirënjohje për gjithçka që je dhe gjithçka që do të bëhesh. Unë të falenderoj që ndave këtë ndjesi me mua.
gëzuar festat. Namaste.